بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالندرويم ذا لابدرويم الله سبحانه وتعالى أرشد شمريتنا أي جل جلاله سلامة يدرقوي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lenin Allah të lartësuar shpjegimin nga Kurani famlart, nga tefsiri i Ibn Kathirit rahmetullah ala al-jami', që është dersi 35 në radhë, e është ajeti i 63, 4, 5 dhe 6 që me lenin e Zotit sot do e shpjegojmë këto 4 ajete. E që në dersin e kaluar kemi shpjeguar ajetin e 62 ku Allahu subhanahu wa ta'ala pas njëmëri ajeteve të cilat javë shpjegoj devijimet e bene Israelve, pendimin e tyre, pastaj devijimin, pastaj pendimin, ju tregoj që ata të cilët e kanë besu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të ketë shpëtim për ta, ndërsa ata të cilët mbetën në Injil dhe në Tevrat dhe nuk e besuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e besuan Kur'anin famlar, do të jenë në humbje ashtu siç neve shpjeguam në dersin e kaluar dhe shkakun e zbritjes së ajetit 62 ku Allahu xhalla wa ala na i tregoi gjithashtu nëpërmjet haditheve të Rasullullah, na i tregoi ngjarjen e Salman al-Farisiut dhe rrugtimit të tij drejt gjetjes së vërtetës. Allahu xhalla wa ala prap fillon prej ajetit 63 tutje për t'ja tregu hala më shumë detajet e gabimeve të tyre dhe mos marrjes vëmendje dhe mos, domethënë, rregullimit të jetës së tyre dhe me i ra mas vetes si thot populli jon dhe me u drejtu një herë për gjithmonë. Allah azza wa jalla thot: "Wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwa wadhkuruhu ma fihi la'allakum tattaqun." Ju thot Allahu azza wa jall, thot ju e rikujtoni mirë se si e pa të marrë besën prej juve, kanë marrë besë prej bene Israelve, se Allah azza wa jall ju ka dhënë atyne që me e marrë librin dhe me e pasu Tevratin dhe me pasu gjithçka që gjendet në ta, edhe cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kur vjen ai me e besu atë dhe Kur'anin famlart, Allah azza wa jall thot: "Wa idh akhadna mithaqakum", kur e morëm besën për juve, wa rafa'na fawqakum at-tur, dhe nuk e marrëshin besën, nuk ja dhanin besën Allahut, nuk e marrnin Tevratin që me shku pas tij. Erdh Musa alayhis salam me Tevrat, ju tha merrni librin dhe zbatoni librin dhe gjithçka që gjendet to nuk e merrni. Allah azza wa jall zbriti dënim sa'iqa, sikur ne që kemi shpjeguar dhe i mbyti. Pastaj i ngjalli, ja pranoi pendimin. Merrni librin, prap nuk e merrni. Derisa Allahu xhalla wa ala thot: "Wa rafa'na fawqakum at-tur", mbi kokët e juve thot ja kem vendos kodrën Tur. Pra ka zhvendos Allahu azza wa jalla kodrën Tur që i ka fol Musa alayhis salam dhe e ka dërguar mbi kokat e tyre. Apo e merrni librin, apo i besoni çka ka në to, apo e pasoni me gjithçka që ka në to, apo pja hudhni kodrën mbi kokat e juve. Deri në këtë formë Allahu xhalla wa ala i ka kërcënu popullin e Musa alayhis salam në mënyrë që t'i kthejnë në rrugën e drejtë. Ka qenë shumë rahmet me ta, ka bërë rahmet shumë me ta, ka qenë shumë i mëshirshëm me ta. Pas shumë dënimeve, prapë ja ka pranu pendimin, prapë i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. E Allah azza wa jalla thot: "Wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwa", merrni ato që ne ja kemi dhënë, pra Tevratin ja kemi zbrit, respektojeni atë, vraponi ose veproni me të, merrni me seriozitet librin e Zotit xhalla wa ala, mos bëni hajgare me librin e Allahut azza wa jall. Mos bëni hajgare me librin e Zotit, me fjalën e Allahut azza wa jall, sepse do të thonë ju pret dënimi. Wadhkuru ma fihi, cili është qëllimi me marr librin? Cili është qëllimi me mësu Kur'anin famlart? Cili është qëllimi? Allah azza wa jall thot: "Wadhkuru ma fihi
mësoni çka është në të, praktikojeni ato që është në librin e Allahut. Ky është qëllimi i marrjes së librit. Me respekt. Ky është qëllimi i leximit të Kuranit, i meditimit të librit të Allahut Azza wa Jall. Nuk është vetëm leximi i tij, veç me lexu Kur'an, po me meditu, me punu me Kur'anin famlart. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njeriu më i keq është ai i cili e lexon Kur'anin dhe kur gjë nuk merr prej tij. Kur gjë nuk merr prej tij, fare hiç. Është njeriu më i keq. Qëllimi nuk është vetëm me lexu, por me praktiku. Sepse ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në akhiru zaman, në kohën e fundit që ne jemi, kanë më u paksu fuqahat, kanë më ushtu kurrat, kanë më u paksu ata që e din halalin edhe haramin, kanë më ushtu lexues të Kur'anit. Kanë më ushtu lexues të Kur'anit, kanë më u paksu dietarët. Më shumë kam ju dhënë rëndësi, apo ka bën shkronja të Kur'anit, apo s'po ka bën se sa që i preket kufini Allahut Azza wa Jall. Kjo prej shenjave të kiametit. Kjo prej shenjave të kiametit. Edhe Allah Azza wa Jall po i thot bani Israilve: "Khudhu ma ataynakum biquwa", ato që jau kena dhënë librin, merreni me seriozitet, mos e merrni me lojë. S'bëni ai gare. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë dashur vëllezër, transmetohet nga Abu Dardaja, hadith khatir jiddan, shumë i rrezikshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në mezhlis me sahabët dhe ka ngrit kokën ka qielli dhe ka thonë: "Hadha awanun yuhtalasu al-ilmu min an-nas." Ka thonë kjo është koha kur yuhtalasu al-ilmu min an-nas, ka më marr dija prej njerëzve. Ka më marr Allahu Azza wa Jall dijen prej njerëzve, hatta la yaqdiru minhu ala shay, sa që nuk mbetet asgjë prej dijes. Një prej sahabëve është shëdit, ja Rasulullah, një Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu, ja Rasulullah, qysh ka thonë mirët e ilmi, kur ne e lexojmë Kur'anin, ja vlezojmë grave tona Kur'anin, ja mësojmë fëmijëve tonë, qysh mirët e ilmi, qysh mirët dija. Ka thonë, të pas nëna o Ziyad, ka qenë Allah për pejgamberit sallallahu fjalë e tij që ka përdor. Ka thonë, kom llogarit prej fuqahave të Medinës, kom llogarit prej dietarëve të Medinës. Pastaj thot, o Ziyad, ai shikon thot të krishterët edhe jehudët në durët e tyre thot e kanë Tevratin edhe Injilin. A ju bën dobi diçka? Asgjë s'ju bën dobi, fare. Fare nuk ju bën dobi. Ka marrë një kohë që edhe muslimanët kanë merron këtë pikë. Ka më ngritë ilmi për i tyre. Sepse nuk miren me, nuk punojnë me ato që është në librin e Allahut, në Kur'anin famlar. Bile Abu Dardaja radhiyallahu ta'ala anhu thot, edhe a e dini se cila dije më së pari, ilm ngritet. Dhe nuk ju jepet besimtarëve thot al-khushu fi salah. Ka thonë qëndrueshmëria në namaz. Por ulja gjatë namazit, khushu'i në namaz që ajo e para thot ngritet. Pastaj vinë rënd të tjera. Për arsye se nuk punoj me librin e Allahut. Për këtë Allah Azza wa Jall i thot bani Israilve: "Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Punoni me ton libër në Teurat. Kohën e Musës ju ka thonë, dhe këtë khitab, këtë drejtim për ju bëhet në Medinë bani Israilve që kanë qenë prej fisëve Banu Quraidha, Banu Qaynuqa, Banu Nadir. Ju thot, ju e dini fort mirë çka ka ndodhur me të parë të juve. Mos u bëni prej atyre që nuk e pasoni Resulullah se ju pason prap dënimi. Prap ju pason dënimi. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik, falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin. Pastaj Allahu Jalla wa Ala i thot, thumma tawallaytum. Pastaj prap e lat këtë punë. Allahu Jalla wa Ala ja ka ngrit kodrën tur mbi koka. Ka thonë, apo e besoni Allahun ashtu siç duhet, apo e merrni Tevratin ashtu siç duhet, a ja fshova kodrën mbi koka. Kanë rënë sejdë me anën e majt, duke i këshirë në anën e djathtë, apo ju bjen kodraja. Deri në këtë drejgje. Kanë rënë sejdë me anën e me faqen e majt, duke shikuar nga ana e djathtë, apo ju bjen kodraja. Dhe ju pendu, prap, jav ka dhënë Allah Azza wa Jall librin, jav ka botë mëshirë, i ka mëshiru, thumma tawallaytum. Pasi kohë prap e kanë lënë librin e Allahut Azza wa Jall
nuk e kanë pasu ashtu siç duhet. Pastaj Allah azza wa jall thot, thumma tawallaytu min ba'di dhalik, pasi që e la pas një kohe, walau falawla fadlullah, si mos ishte mëshira e Allah ndaj juve, që ju ka dërguar shumë pejgamber. Keni pas mesin e ju pejgamber. Sikurse që ka qenë Musai, Davudi, Sulejmani, Jakubi e të tjerë, wa rahmetuhu dhe mëshira e tij ndaj juve, lakuntum min al-khasirin, do të ishin e humbja. Kjo është për ata që kanë qenë kohën e Musës. Këtë ajet për ja lexon Rasulullah në Medinë. Ja lexon në Medinë. Ajeti tjetër i surës Al-A'raf, ajeti 171, Allah azza wa jall thot: "Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla." Ne thot ja vendosëm kodrën mbi kokat e tyre sikurse me qenë re. Wa dhannu annahum waqi'un bihim. Edhe menduan që do t'ju bien mbi kokat. Khudhu ma ataynakum biquwa. Allah azza wa jalla thot merrni librin e Allah subhanahu wa ta'ala, respektoni atë, wadhkuru ma fi, punoni me ato që është në të, la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëni të devotshëm. Ajeti tjetër të dashur vëllezër, hala, ai dy ajete tjera, hala janë më detajzuese. Hala më detajzuese për problemet e tyre, sepse Allahu xhalla wa ala i ka ditë zemrat e tyre, ka ditë historikën e tyre, ngjarjet që kanë ndodhur, na dhoni mësim si musliman. Dhe me tregu se kush janë ata. Dhe me tregu kush janë ata dhe kush kanë me qenë. Pastaj thot Allahu xhalla wa ala në ajetin 65 dhe 66: "Walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi as-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Thot ju tani jeni të informuar shumë mirë. Alladhina i'tadaw minkum, ata të cilët e thyen urdhrin, besën e dhanë për ditën e shtunë, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, dhe ne ju tham atyne shndroheni në majmuna të përbuzura. Kune për ju thotë Allah azza wa jalla në Medinë, po thotë walaqad alimtum, ju thotë e dini fort mirë ngjarjen e të parëve tuaj. Dashur vëllezër, fjala në këtë ajet alimtum do thotë ju e dini, ju jeni të njoftuar. Gjuhën arabe me njoftu do thotë ma'rifa. Walaqad araftum, qofse ne përkthejmë ju jeni të njoftuar. Ma'rifa edhe ilm, njohja dhe dija kanë dallim shumë fenë e Zotit. Për këtë çdo pjesë e ajetit që vjen ka domethënie të veçantë. Walaqad araftum është me njoft ma'rifa, marifat ose njohja, arafa ya'rifu është me njoft një njeri, vetëm me njoft pamjen e jashtme të tij. Kaç s'ki detaje më shumë. E njëjtë që filane ka emrin Dardan, filane ka emrin Rinare kështu më radhë. Nuk ki detaje tjera rreth tij. Kjo është marifet, me njoft. Ilm që ka ardhur ajeti walaqad alimtum, ilmi dia, thot ju keni njohuri detaje për ata të parë të juve. Allah azza wa jalla i thot Medinasve që kanë qenë prej jehudëve, ju i thot i dini detajet se si e kanë thyer urdhrin e ditës së shtunë, në të cilën ditë e kanë pas të ndaluar me gjujt peshq. E ka pas haram me dalë në gjujti, me zonë peshqi. Edhe e kanë thyer urdhrin e Zotit, edhe Allahu xhalla wa ala i ka shndruar në majmun. Si ka ndodhur kjo ngjarje? Dashur vëllezër, Imam Ibn Gjeriri rahmetullah alayhi dhe Imam Kurtubi dhe të fsirologë të tjerë thonë që çdo pejgamber që ka ardhur i ka këshilluar popujt e tyre që ditën e xumës me e bë festën e tyre dhe ditën e adhurimit të tyre. Sepse është dita në të cilën Allah ka kriju Ademin, dita në të cilën, domethënë, ka më bë kiamet, kanë më ringjall njerëzit. E kështu me radhë, ditë me vlerë është xhumaja, që ne e dim. Kanë kundërshtuar jehudët, kanë thënë, jo, ne veç ditën e shtunë. Ne veç ditën e shtunë kemi. Allah i ka sprovu, ka thënë ditën e shtunë pra keni haram me dalë në gjyeti me zon peshqi. Të krishterët ju ka thonë Isa alayhis salam, dita e xumës është ditë me vlerë, e ka këtë vlerë atë vlerë, ka thënë jo, na më mirë ditën e parë. Se dita e parë e javës është ahad, gjuhën arabe është dita e diel. Dita e parë, ahad, ithnain, thalath, kështu me numra janë. Deri te sebt është e gjashta. Dhe na ka mbet neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedhur ditën e xumës si dita më e vlerë e javës dhe ka thonë ne jemi të fundit symet, por të parët në ditën e gjykimit.
Të fundit, por të parët dhe ju prim atyre. Ne e kem gjumon, pastaj të tjerët. Dhe këta e kam pas të ndaluar në kohën e Davudit a.s. E kam pas të ndaluar me dalë me zanë peshin. E Allahu Gjelle wa Ala i ka sprovu. Ditën e shtun kanë ardhë peshit për mi ujë kanë hecë. Kanë hecë për mi ujë. Ditën e djel, deri të gjumon, s'ka pas peshi. S'ka pas. Okej. I vlasht, i dëmë peshit së është peshkatari fort. Edhe që kam bo, qëfar hile kam përdor? Qëfar hile kam përdor? Ka kalu një kohë e gjatë që ata kanë bo sabër dhe i urdhrave të Zotit. Mirë po qëka? Kanë fillu me bo hile në shëriatin e Zotit Gjelle wa Ala. I kanë hudhë rjetat në gjumon, kanë shku i kanë morë dilën. Kanë hudhë rjetat në gjumon, kër një nërë të shtunën peshit, kanë ronë në rjeta, ta nuk i kanë prejkë të shtunën, po kanë shku të djelën. Kanë marë. Dërsa, disa të tjerë, kanë qelë kanale prej detit, sepse kanë qenë afer, do më thonë, ka qenë fshati cili, ka qenë afer detit, kanë qelë kanale ujore, që kur të vinë valë të detit me peshi, dhe pastaj kanë qelë gropa, që kur të vinë me i qitë peshit në gropa, kur këtheje deti, jesim peshit në gropa. Dhe i marin ta të djelen. Shtunë nuk i prekin, mirë po i marin të djelen. Se cili e ka njoftu shokun e vetë, dirsa u përhap, dhe më thonë trektia me pesh, i kanë pa njerëzit në tregje, dhe njerëzit ju nda në 3 kategori. Njerëzit ju nda në 3 kategori. Në 3 kategori. Një kategori i ka këshilu, ka thonë tut një Allah të Zogjel. Ju jeni duke ju hynë hak urdhrave të Zotit. Jeni duke bo hilin shëriatin e Allah. Kjo nuk lejohet. Kjo është hile, është tradhti, është mashtrim. Ta kanë qenë njerëz të devotshëm, dietarët. Ka thonë ne me juve s'ka as me një vendbanim me banu jo. I kanë do me muri, ka thonë ne e kënej, ju shkoni ku doni. Jo me neve me banu. Një grup tjetër ka hesht. Ka thonë lej, s'kem që ka me bona, hajtë se për vete e kanë, sigur se të ne që janë shumica. Nuk e këshillon për të mirë, nuk e ndalon nga e keqja, hajtë se për vete e ka, unë e këshyri punën tem. Ja, kështu nuk shkon në islam. Ke mundësi me e këshilu, dush me e këshilu. Nuk ke mundësi me e këshilu hesht, por heshtja është vonë shumë, dush me fol. Kur ka nevoj me fol, dush me fol. Allah Gjelle wa Ala në ajetin tjetër surën Al-A'raf, çka thot? Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratul bahri. I thot o Muhammed, pyeti ti ata të Medinës për fshatin i cili ka qenë afër detit. Idh ya'duna fi as-sabti, idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a. Pyeti ti ata kur ditën e shtunë ju kanë ardhur peshqit për mi ujë, edhe i ka sprovu Allahu Azza wa Jall, wa yawma yasbitun la ta'tihim, desa ditëve tjera nuk ju kanë ardhur peshqit. Kedhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Do t'i kem sprovu për shkak të gjunave të tyre. I kem sprovu për shkak të gjunave të tyre. Do të thonë gjunahu është shkak që Allahu më sprovu. Allahu më ia shtrëngu fen hala më shumë. Gjunat tona janë shkak që nuk na hec puna marrë, kështu më radh. Do të mundal veten me këshillu besimtari. Ku është gabimi që s'po shkoj te para? Ku është gabimi që kam probleme, kam halle, kam derte non stop dhe po ngecin e punët e mia. Po kam sprova shumë, dihet që problemi është tek vetja jonë dhe jo tek të tjerët, sepse Allah Azza wa Jall po thot, i sprovuan për shkak që ishin fasik, ishin jashtë rrugës së Allahut. Dhe pastaj Allahu Gjelle wa Ala na tregon dhe e vazhduan këta. Shkuni morën një çtunë, një diele, e pritën çka po ndodh me ta, nuk ndodhi asgjë. Vazhduan diellën tjetër, derisa shkoi një kohë besimtarët i këshillonin, i ndajtën shtëpiat me mure, derisa një kohë heshtje totale. Njerëzit e devotshëm thanë ju ka ndodhur diçka sepse nuk ka mundësi të ndodhë diçka e tillë. Kur hypën mbi murat e tyne, Allahu Gjelle wa Ala i kishte shndruar në majmun. I kishte shndruar në majmun. Allah Azza wa Jall thot: "Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Ju tham erdhi një za prej qiellit, thun kunu qirada. Bëheni majmun khasi'in,
të poshtruar, të përbuzur. Dhe ju dëllën edhe bishtat. Dhe besimtarët shkonin në për shtëpijat e tyne, e dinin se e kujt është shtëpia, e filanit, e bitit filanit. Dhe ju thanin, a nuk ju thamë bremoni se jeni të bahile në shëriatin Allah. Allahu e ka ndalu këtë punë, ju po e bëni këtë punë. Bënin me koka që qashto është, po nuk mënin me e këthy se Allah i shëndrojnë në majmun. Allahu Azza wa Jall i shëndrojnë në majmun. Dërsa disa djetarë tjerë thonë, i kanë shëndru plesht e tyre në dera, ndërsa rinin e tyre i ka shëndru në majmun. Allah Azza wa Jall thëtë, Kul hel unabbiukum bi sharri min dhalik. Aty ju tregoj për diçka që është hala ma e keqe, hala ma sharr. Mathubatan inda Allah, që Allah Azza wa Jall i ka dënuar ata. Man la'anahu Allah wa ghadiba alayh. Wa Allah Azza wa Jall i ka mallku dhe është i hidhruar me ta, wa ja'ala minhum al-qirada, e bëri një pjesë të tyre qirade majmun, wal khanazir, edhe një pjesë të tyre i bëri dera, wa abada at-taghut, edhe një pjesë të tyre i bëri adhurimtar të putnave, adhurimtar të putnave. Pra Allah Azza wa Jall i shëndroi në dera dhe i shëndroi në majmun. Disa ulemat të tefsirit thonë, Allahu Azza wa Jall e shpëtoi vetëm këtë grupin e besimtarëve që i këshilloi. Edhe atë grupin që nuk ishte me ta, po që heshti ndaj të keqës, edhe ata i shëndrojnë në majmun. Ka për tifsirologëve që e dhonë këtë mendim. Dërsa në disa të tjerë thonë që Allahu heshti ndaj tyre sikur se që heshti ndaj të keqës. Por rreziku është që Allah Azza wa Jall me e dënu një popull për shkak që ulemaja e tyre, dietarët e tyre, xhallarët e tyre heshtin ndaj të keqës. E këta dietarë, ta njerëz të mirë, nuk heshtën ndaj të keqës. E panë që ka hile në fejën e Zotit dhe i këshilluan dhe shpëtuan. I këshilluan dhe shpëtuan nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye dashur vëllezër, në Islam ndalohet hilja, mashtrimi, me bë me fejën e Zotit xhallasha. Nga këtë kuptojmë që hilja, tradhtia, me u mundu me ja bë vetit halal një diçka që është haram, është e ndaluar në Islam. Shpesh ndodh që njeriu mundohet me ja legalizu vetit një diçka që e ka ndaluar Zoti xhallasha. Ka bë haram, për shembull në tregti. Ka hile shumë që bëhen në tregti, sidomos. Për shembull, e rrit çmimin e një produkti dikush në mënyrë që t'ja mundsoj atij tjetrit me shit mashtraj. Ky s'e jet me e ble. Kjo është haram, është ndaluar, është hile në sheria. Ose e blen produktin për shembull 100 euro me kiste dhe më një herë posa që e blen me kiste e shet 80 euro me parë ndo. Kjo është lloj ribaje, sipas shumë ulemave, kjo është kamat është. Kjo është lloj kamate e cila është ndaluar, është hile në shariatin e Zotit. Ju ngjason jehudëve. Për këtë ulemaja islami thonë, ai që bën hile në shariatin e Allahut, mundohet me legalizu diçka që është e ndaluar, ju ngjason jehudëve, këtyne të banorëve të sebtit, të shtunës që Allah Azza wa Jall i ka shndruar në majmun dhe disa prej tyre i ka shndruar në derë. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes. Ulemaja islami thonë, më i pastër është ai i cili bën gjuna mes tij dhe Allahut, edhe e din që është të bëj gjuna, se sa ai i cili mundohet haramin me legalizu. Është më i pastër. Pse? Ai që bën gjuna, ai është e di që është të bëj mëkat. Ai dikur ka më u kthy te Allah Azza wa Jall. E din që s'ka me shku me gjunat e Zotit pa u pendu. S'pshton. Dërsa ky që mundohet me legalizu haramin, ky shkon te Zoti me çat haram duke menduar që ka halal. Kjo është e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme dashur vëllezër, dhe thuhet që Allahu subhanahu wa taala 70.000 prej tyre i ka shndruar në majmun. Është interesant numri 70.000 me ta. 70.000 i mbyti faraoni fëmijë të tyne duke e lyp Musa alayhis salam. 70.000 i urdhroi Allahu Azza wa Jall me u mbyt në mesveti kur e adhuruan viçin dhe shkak sebeb për ja pranu toben i urdhroi që ta mbytin njëri tjetrin. 70.000 i mbytën mesveti. Pastaj i urdhroi Musa alayhis salam që të shkonin dhe ta shtiranin vendin. Ta shko dhe ti dhe Zoti ju të luftoni. Allahu Azza wa Jall ja dërgoi një pandemi, i mbyti 70.000 prej tyre. Prapë nuk morën vesh.
dhe prap në kohën e Davudit a.s. do më thonë u malkuan lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Allah azza wa jalla thotë janë malku prej bani Israil nga gjuha e Davudit a.s. dhe Isaut birit të Merjemës, dhe Allah azza wa jalla i shndroi 70.000 prej tyre në majmuna dhe dera. Dhe 70.000 prej tyre do ta pasojnë Dejjalin. Subhanallah. 70.000 prej tyre do jenë pasues të Dejjallit. 70.000 prej tyre. Është interesant kjo puna e 70.000 të tyre. Dhe prap nuk kanë marrë mësim. Allah azza wa jall pastaj thotë të dashur vëllezër, "Vej'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin." Ajeti i fundit 66 për këtë ders thotë Allah azza wa jall, "Vej'alnaha nakalan." Ne pasi që i shndruam thotë në majmun, i bënëm ibret, shembull, që të marrin mësim të tjerët prej tyre. Për kënd masa ndëshkuese. Për çka ishte? Që të marrin mësim ata që i pan me sytë e tyre që u shndruan në majmun. Dhe të cilët pas 3 ditës sipas Abdullah ibn Abbasit vdiqën të gjithë. Sepse nuk jetojnë ata të cilët shndrohen nga ana e Zotit në krijesa tjera. Nuk jetojnë. Nuk kanë lozë. Nuk mujnë me lanë trashëgimtar. Nuk mujnë. Më thonë, u shëndrun në majmun dhe ndera, pas 3 ditëve vdiqën të gjithë dhe shku në Gjehenem. Nuk janë lozë e majmunat e sotit, janë lozë e tyne. Se s'ka mundësi që dikush që shëndrohet, si pas tefsirologëve të Kur'anit, që tjetë pastaj tjetë trashëgimtar tyne që tjenë majmuna ose dera. Jo. E Allah subhanahu wa ta'ala po thotë, "Faja'alnaha nakalan." Ne masën dëshkuese ndaj tyre e bënëm shembull që të marrin mësim ata të që ishin prezent në kohën e tyre, që i pan me sytë e tyre shëndrimin në majmun, lima bayna yadayha wa ma khalfaha, dhe për ata që vinë pas tyre. E Allah azza wa jall ju tha aty në Ben Israilëve në Medinë, ju i ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju ka zbrit fjala Allahut Kur'ani, ju e dini fort mirë kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasone sepse e dini çka ju ka ndodhur parëve t'ju. Mos e meritoni hidhrimin e Allah pastaj më ju dënu. Wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Edhe këshill rast i volitshëm që të pendohen thejë në rrugën e Allahut kush? Të devotshmit. Të devotshmit gjithmonë marrin mësim të dashur. Njerëzit e mençur marrin mësim nga gabimet e tjerëve. Njeri më i mençur është ai i cili merr mësim nga gabimet e të tjerëve. E ky po thot Allah azza wa jall, është mau'iza lil muttaqin, është këshill për të devotshmit, se ai kur e sheh çka i ka ndodhur popujve të tyre. Çfarë dënimi Allah azza wa jall ju ka bëu atyne? Besimtari merr mësim, nuk e kundërshton librin e Allahut azza wa jall, nuk i shkel kufit e tij, e përmbahet Kur'anit famlar, nuk bëhet prej atyre të cilët mundohen me lexu harf, shkronjë për shkronje, me rregulla që lypset me lexu, por i shkel kufit e Kur'anit. Ç'do dobi ka leximi? Ç'do dobi ka atër? Po merr mësim, por ata i kanë shkel kufit e Allahut, Allah i ka shndruar në majmun dhe i ka shndruar në dera, edhe besimtari nuk gëzon të shkel kufit e Allahut azza wa jall, por të bindet Allahut subhanahu wa ta'ala, të bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të jetë prej të shpëtuarve, sepse këto ajete janë për neve dhe kanë qenë për Beni Israil të Medinës dhe për të gjithë njerëzit deri në ditën e Kiametit, për ata që kanë mendje dhe marrin mësim. Për ata që kanë mendje dhe marrin mësim. Nuk kundërshtohet libri i Allahut, nuk bëhet hile në shariatin e Zotit, nuk bëhet hile në fenë e Allahut azza wa jall, sepse të vjen dënimi ka nuk e mendon fare hiç dhe rrshet nga rruga e drejtë ka ti nuk e mendon, sikurse që kanë rrshit ata, mundem me rrshit edhe ne nëse nuk i përmbahemi udhëzimeve të Allahut, udhëzimeve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun azza wa jall që të përfitojmë nga tefsiri famlar të Kur'anit, famlar, për arsye se nuk ka diçka më të mirë të mësohet se sa fjala e Allahut azza wa jall dhe suneti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duke lutur Allahun azza wa jall që të na falë neve dhe ju, Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.